Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Industria e ndërtimit sërish ka marrë një jetë. Këtë javë, një grua 46 vjeçare nga Lipjani ka vdekur gjatë kohës kur po punonte në një objekt banesor i cili është i papërfunduar. Ngjarja ka ndodhur me 5 korrik në një objekt që ndodhet në qendër të shtimes e i cili për shkak të neglizhencës së institucioneve është përdorur për banim edhe pse nuk ishte pranim teknik. Ne sonte do gjurmojmë disa fakte. E para, Prokuroria e Shtetit nuk e ka dënjesuar fare këtë vdekje për të dërguar një prokuror në vendin e ngjarjes. E dyta, provat e cilat ndërlidhen me vdekjen e 46 vjeçares nuk janë mbledhur, por janë lënë në vendin e ngjarjes. Madje më e rënda, vendi ku ka ndodhur ngjarja, edhe pse i rrezikshëm, është rikthyer për përdorim tek banorët pa u siguruar nëse janë marrë masat mbrojtëse. Të kthehemi te ngjarja për të kuptuar se çfarë ka ndodhur. 46 vjeçaria ishte duke ndihmuar familjen e një kushërire të saj për të pastruar banesën, e cila ndodhet në katin e tretë. Sipas asaj që shihet në vendin e ngjarjes, ajo dyshohet se ishte duke shkundur disa qilima kur mbrojtësit metalik, që ndryshe njihen si gilindera, ishin shkëputur. 46 vjeçaria kishte rënë bashkë me tepihet dhe gilinderat nga kati i tretë. Të gjitha këto prova janë lënë në vendin e ngjarjes, edhe përkundër faktit se në këtë vend ka vdekur një grua. Besoj që kanë qenë minuta, kanë qenë sekunda, ne jemi kontarë kësaj rrugës. Këtu, qëtë moment, qëtë vend e kom larë kerin, e se o pake, këto i dy kjerët nuk i kanë këto heq, o pake një person i shtrim. Edhe e kom nalë kjerën dhe kom thonë shoqës tash të kash është një grua e shtrime në tokë. Unë halapa nalë kjerën, shoqëja ka ardhën, ka zbrit pe i kjerit, e ka kësy këtë zidin këtu, si po shifet, edhe ka rënë në tokë. Shpejt, edhe ka shku të viktima aty, ta shëndjera. Në moment, dhe se ka shku shoqëja atje, ka dole dhe djali saj. A djallë shakon, ka dalë pej katit edhe ka vërtat, mam, aja s'ka livrit. Shoqja u afru ofër, ja ka fillu mja dhënë ndihmën e parë. Po, aja kesh puls hala, se mas parja moti pulsin e pat pak, edhe më nuën. I tha djallit vet, tha, jepja tha frymën, a din ngoj, pa i djalli kej habitun edhe smujti, tani shoqja më nuën edhe frymën me dhënë, edhe me të pumpat. Në moment kanë ardhur policia, shumë shpejt kanë ardhur. Ka ardhur edhe ndihma shpejt pas policisë, e kanë marrë viktimën edhe kanë dërguar. Shikues të nderuar, sipas rregullave, kur një ndërtesë u lëshohet në funksion banorëve, gilinderat do duhet të ishin të testuar edhe të ishin të sigurt. Një strukturë metali që të shkputet duhet presion i madh, përpos nëse ajo nuk është vendosur siç duhet. Për të konstatuar nëse metali përdorur ishte ai që duhet dhe nëse puna ishte kryer sipas standardeve, ne kemi tentuar të shohim nëse prokuroria ka hetuar deri në fund këto rrethana. Ajo që kemi gjetur në vendin e ngjarjes është mjaft befasuese për ne. Pas ngjarjes, në zonë kishin qëndruar disa ekipe të policisë, por jo edhe prokurori i shtetit, ndërsa prova kryesore në këtë rast, gilinderi, nuk është dërguar fare për analiza më të thella. Të dielën me 5 korrik, një 46 vjeçare ka rënë nga kati i tretë nga ky objekt ku po lajmërohemi. Ajo dyshohet se nga dritarja ka rënë së bashku me rrethojen mbrojtëse e cila është prapa meje. Mirpo, një ditë pas ngjarjes, rrethoja mbrojtëse si provë kryesore vazhdon të qëndrojë në vendin e ngjarjes. Në interpretimin ton, kjo rrethojë do duhet të merrej nga organet e hetuesisë për tu ekzaminuar.
Për ne ishte e çuditshme sepse të paktën kjo provë nuk është marrë dhe nuk është dërguar për analiza nga hetuesit dhe prokurorët e rastit. Kemi dashur të marrim shpjegime nga prokuroria e Ferizajt për këto rrethana. Prokurori, të cilit i është besuar hetimi i këtij rasti, është Ismet Rahmani nga prokuroria e Ferizajt. Prokurorit i kemi kërkuar të na jap një intervistë për të na sqaruar rrethanat e kësaj ngjarjeje. Për intervista ato na e shiqojmë ma vonë, po nëse ki diçka tashtë, e thirrë zëdhënësin e prokurorisë dhe bisedon me të nderuar. Të jemi të qartë shikues të nderuar. Në vendin e ngjarjes kanë mbetur të pasekuestruara gilinderat, të pihet e po ashtu banesa ku ka ndodhur ngjarja ende nuk është e bllokuar. Për të kuptuar nëse gilinderat kanë qenë të montuar sipas standardeve, duhet të paktën të dërgohen për ekspertizë. Çfarë kemi mbërritur të shohim në vendin e ngjarjes është që as bulonët, të cilët e kanë ngjitur këtë strukturë, nuk janë sekuestruar për të dërguar në analiza nëse ishin sipas standardeve. Si gazetar, kam dashur ta pyes prokurorin nëse në vendin e ngjarjes është ftuar ndonjë ekspert i ndërtimit për të vlerësuar këtë situatë. Pasi prokurori nuk ka pasur përgjigje të qartë në kërkesën tonë për intervistë dhe për të na sqaruar se pse gilinderat dhe materialet përcjellëse nuk janë sekuestruar, ne kemi dashur ta pyesim edhe shefin e tij, Burim Qerkinin. Pse po e bëjmë këtë pyetje shikues të nderuar? Në një rast tjetër, ku një dritare ka rënë nga një dhomë, i krejtë rasti është duke u diskutuar nëse gomat të dritares kanë qenë të vendosura sipas standardeve. Duke e parë atë rast, i cili mund t'i liroj nga përgjegjësia disa njerëz, kam dashur të kuptoj nëse në këtë rast të gjitha provat janë mbledhur sipas standardeve. Realisht, provat janë në vendin e ngjarjes, nuk janë në laborator, ndërsa çka kemi mbritur të shohim në vendin e ngjarjes është që gilinderat në katet e tjera të ndërtesës janë të vendosur pak më ndryshe se në këtë rast. Pra, pse janë pak më ndryshe? Kur i analizojmë pamjet, na del që gilinderat në vendin ku ka ndodhur ngjarja janë vendosur me bulon, i cili është i vendosur në platformën e metalit e me pas në kornizën e dritares. Nuk jam ndonjë ekspert, por jam konsultuar me disa njohës dhe ata kanë treguar që në këto situata buloni duhet të jetë aq i gjatë sa t'i kaloj të gjitha shtresat e plastikës e në fund të arrijë në shtresat e aluminit, të cilat janë të vendosura në kornizat e profileve të PVC-s. Në vendin e ngjarjes e kam parë bulonin i cili është shkëputur prej PVC-s. Edhe buloni, po edhe profili i PVC-s janë lënë në vendin e ngjarjes. Nëse këto dy prova nuk janë sekuestruar dhe nuk janë dërguar për analiza, unë nuk e di se si prokuroria ka për të konstatuar se cili ka qenë shkaktari që gilinderi ka rënë prej katit të tretë. Përpos që kam tentuar të kontaktoj prokurorin e rastit, për të kuptuar pse këto materiale nuk janë marrë si prova në vendin e ngjarjes, i kam telefonuar edhe kryeprokurorit të Ferizajt, Burim Qerkinit. Të dy kanë thënë që janë duke zhvilluar hetime intenzive për rastin, por nuk kanë pranuar të më japin shpjegime sepse bulonat që i mbajnë gilinderat nuk janë sekuestruar. Pra, hetimet po vazhdojnë, por bulonat bashkë me gilinderat, bashkë me plastikat e roletave e bashkë me to dhe profilet e dritareve nuk janë sekuestruar për të dërguar në analiza. Si në rastin tjetër të silikonit të dritareve që e përmenda me lartë, avokatët kanë për të pasur shumë dilema për bulonat, shinat e metalta, shinat e plastikës e shumë faktor që nuk janë arkivuar si prova në këtë rast. Po në hetimet intenzive kemi kuptuar edhe disa rrethana të tjera. Pronari i banesës ende nuk është marrë në pyetje. Gafur Ahmeti është pronari i banesës. Ai e kishte blerë këtë pronë në janar të vitit 2022 nga kompania Kastrioti
me bazën e Caralev, duke besuar premtime se po blente një banesë funksionale. Ahmeti rrëfen ekskluzivisht për natën kritike, mënyrën se si u shit kjo banesë pas një kriter sigurie dhe faktin se asnjë zyrtar komunal apo inspektor nuk ka trokitur kur në një derë për t'i paralajmëruar se po jetonin në një objekt të jashtëligjshëm dhe krejtësisht të rrezikshëm për jetën. Po unë asë se kom po kur ka hinj. Qysh ka hinj aja me kesha, asë se si më konë shpeqe, se së rrijë në këtë shumë. Vesh, mas ju krydar ka, i ka orë grujës një telefon, i ka orë që ka ndodhë një. Dhe do në menova dhe shurëzu diçka, shkallët e përë, se pa gilindera, pa kur gjalla shurëzu, edhe se mora far tragjike. Dhe veta grunë dhe shka, tha urëzu, Alia urëzu, e i pak jeret. Erdha të në emergjens, gjalli sajnë e shkon me ta. Së më shë me zonë venë, në me ditë, se më nësun hinsha kur gjë me. Edhe erdha këtu, eshin pas policia, eshin pas rrëthë kuket. Nalën. Kush jetë e pikallë të edhësh, për në ori banisë jam. Dhe okej. Po tani në foka dolen edhe ta që kanë po, që këshin po live të ora njerën. Po tani një këse gallëzaj, tha që edhe një djallë tha konë me ta. Po nëse disha, sa nësë disha, tha një djallë me flëgata. Tani më rresh që edhe djalli ka konë këtu. Djalli ka konë të këshyrë televizor. Aja pas ka hinj në dhumë, edhe ma shumë. Se nësë di, thashtë e thonë me shka mos po dalim, po. Cili është raporti juaj me viktimen? Pu, raporti im. Kjo është gru e miqës. Gru e miqët është. Po është si njerë e konë. S'po di që me thonë ma shumë, kanë qaq. Qaq njerë i mirë u konë, qaq punëtore e madhe. Ajo është ra bashkë me gilinderat pra që kanë qenë aty. Dikush për thot që ka ra para gilindera, dikush mas gilindera, tash të qas për flitë, tash s'di që thamë. Veç që mu rasin shpe med në banisë. A mund shme të regu pak prej kur je pronar i kësaj banese edhe qysh e ke ble? Në kuptimin qysh kanë shku procedurat? Une jëm konë njëre me djallë të migjës jëm konë. E djallë i migjës e ka pas një të antartë këtyne të kastriotave, ka pas një kolege ka pas. Edhe e pa të muhabet për një. Edhe më tha po, tha kam. Se veta, dhe shenes të shaki, se masim po bojnë si sene, tha po, tha kam një, tha së dhëma i ka, tha 4 dhëma gjyë, tha okej, tha shi me interesum. Tha që do një marrë, tha hajde këshërni. Edhe konë mramja, 9 ora, 10 ora konë. Edhe shkova e mora grunë. Jemi ardhë, jemi hi, kemi këshyrë krejt. Ma ka dhonë qmimin, e thash po, edhe që ka që me qelë sa ndorë, veç më ka thonë që pe fillit më ka thonë, shkon 1 vjet deri në 2 vjet, shkon të i të regulluvat banisa. Edhe në kështë dakord, tash okej. 1 vjet deri në 2 vjet, qmimi më konvenajke. Edhe kemi bo kontratën tani, mas një kuë një në razdyri me bo kuën, ato kontratën, e kemi në shkru. Mas një kuë ja kom përdo dhe pjesën tjetër të para, edhe mo qaqë mo. 2 vjet deri në 3 vjet shkaj, po tani jo e ka tjetër kush, jo me një qenë, te në shkujta kontratë, kërë në shkujta kontratë, tani dole një qenë sene tjera, po. Po, deshke me bo presion pakone, për me kryma shpecët, duke me shtitë fëmin dikon, për me fjetë. Edhe. Kur je vendos ti këtu për herë të parë, pra me banu, a kanë qenë gilinderat e vendost? Po, kompletë konkret. Kompletë konë, se pa kompletë buketë, nësë, thminës, si besoj që kur gjë. Gjatë qësaj periuda, ke pas nëj të lashën me gilinderat? Ja, që kërësën, si atësën. E që pa, kërëso afer u të gilinderat.
Se ju kom nejtë gati gjithë i kom nejtë, se vetë që kom besu, për të gati drejtën e. Po, ja zguzon me prej kur gjo, ja zguzon me bo kur gjo, se komunë as taj janë për shka shtaja për... teknik. Po, theshin zguzon me prej, se unë jam... Mune vetë që kom besu për në sena vetë. Po më intereson me ditë, objekti është i pa përfundun, nuk ka pranim teknik. Si që kemi pa, nuk ka as ascensor, hapësira të ascensorëve. A ka qenë dikush prej komune me ju paralajmëru, me ju tregu që është rrezik me banu këtë? Ja. Heq, kursan, heq. Si ka interesu kujt, heq. Mas rastit? Heq. Kërkosh heq. Heq, bashkë kërkosh heq. Heq. Policia, prokuroria? Veç policia atë natë që jena konë këtë me polec, edhe vetat policin bile, dhe asha... Merë pëllash për gjësine, kush pëllash për këtë rast, se është në regull jo kështu. Shku njëre edhe kërkush. Tha 99% atë rose, tha... Njëtët se na i kena, tha, Gilendira dhe qështu në thënë gjitën. Dhe ta një pëthojnë, ja, kjo nuk është për me mbajtë, nuk është, se ta është që ka mos po flitet. Se për mu së është në regull që kjo së është normale. Edhe, dikush ma bo një bile, tha, kjo, tha, si semafari koq, tha, është kë. Tha, si semafari koq, që mu se afrasin ato në s'ka siguria, mërësh. Kjo së është në regull, kështu. Për e soptemi, ta s'pedime. Se që shponuat këto. Kush e ka ndërtu objektin, kush e ka vendosur një dera? Ja, sanë në heqë. Pra te ke morë banesën që thujme na me qetë saldor? Këtë komplet, që shukon tere i nalt, që shukon këtë komplet, unë i e mordë. Ta është e ka një stakatok, po hinë njërës të halau, po të ndërtojnë për nëreqen. Edhe këto bosi ka faze i plumba po këto të më s'po livrit kur zheq ma. A ke pas në komunikim me dikon gjatë kuve të fundit rreth gjendjes të objektit, qoftë prej investitorit, qoftë prej atyre që ti e ke ble? S'dhen me kanë, s'dhen me kanë. Që është problemi, s'dhen me kanë edhe ma e këm lanë. Unë e qilësat e kam, derën e kam, banisën e kam edhe mos së më ka interesu fort. Edhe s'di ku na mi drejtu ti ma. Që është ai problemi ma i madhe. Ne kemi kontaktuar me kompaninë Kastrioti, nga e cila Gafur Ahmeti e kishte bler banesën. Kastriot Faziu nga kjo kompani na ka thënë se banesën e kishte marrë me kompenzim nga një betonier, emri i të cilës nuk i kujtohej. Asaj nuk e dinte se kush i kishte vendosur gilinderat në banesë. Alo, përshëndetje. A ku më thirë tek një gurthys Kastrioti në Caralem? Po. Atëherë ndërrumë në martoni prej Kallxo.comit, gazetar. Po. Po të thras për qëtë rastin që ka ndodhur në qytetin e Shtimes, ne kemi bisedu me pronarin e banesës prej ku ka ra kjo viktima, edhe ai na ka thonë që banesën e ka ble prej juve, dikun ka vitit 2022. Po. A mundeni me na sqaru kush e ka ndërtu objektin edhe kush ka qenë investitori, edhe çush ka shku procedura pra që ju ja keni shit banesën Gafurit, Gafur Ahmetit? Po e kena kam benzimin e kemi marrë një detenier, kësa detenier, ke ndërtu që janë kona se të ditë të quza as firmën të i dhe në vishë. Okej, e a mundeni me ditë, do më ju e keni morë banesën, a keni morë të gatshme banesën apo qysh? Ja, telefon të ndërtu kërë kemi morë na, po e si kërë po e gatshme, në ka shiti kështë tjetër neve, na, tinave të E gilinderat, a e din kush i ka vendosur aty? Allah e të rajve, a kom po e të shirë. E kur e ke bleti banesën, a kanë qenë gilinderat e vendosur? Shka më thonë, nuk e di. Investitori që ka ndërtuar këtë ndërtesë është zhdukur ndërsa objekti vazhdon të përdoret nga banorët. Përgjegjës për sigurinë publike dhe sigurinë e objekteve kolektive në vend janë komunat. Por në Shtime e tërë ndërtesa ka probleme. Jemi në katin e 3 të këtij objekti nga lartësia ku ka rënë pro 46 vjeçarja, e cila nuk ka arritur të ju mbjetoj
plagëve, ndërkohë përveç terasave në këtë ndërtesë, pjesa e konsiderueshme e cilave nuk kanë rrethoja, këtu nuk ka as ashensor, madje edhe hapësirat e ashensorëve pra janë të hapura dhe nuk kanë kurfar mase mbrojtëse. Ndihmi ka fillu vitin 2016. Dikun tetor ka fillu vitin 2016, dokumentat janë komunë mund i verifikoni. Objekti ka pas me përfunduar 2019 në janar, me 16 janar ka pas, nëse s'përfundon objekti, kena pas nami marrë ato i farë kompenzime që shkojnë, edhe mo prej atëherit dhe në vitin 2020 ajna ka maltretuar. Prej vitin 2020 mo nuk s'kemi kontakte me investitorin, objekti ka me qështu, ma tutje zdi shka tha. Kush ka qenë investitor? Investitor ka qenë në Shkelzen, qërimi më zga bofsha, e firma që ka posamni nuk i ti. So në jetoj jashtë, nuk di ma shumë për detaje tjera. Unë e di që, kër e ka nalshu venin, e di që ju konë vitit 2016. E di që në 2019, komenduën me arë me jetu në banes temën, me fjallë të investitorit. Mas vitit 2016, ka pasën, mas vitit 2019 më falni, ka pasaj me neve më rekompenzu. Na kur si kemi lyp, as kompenzim, as kur gja e që vetëm me ndërtu. Aj një kohë në mënu, dikura është du kejt, edhe objekti ka me tash për shej. Banesa o nisë në 2016 në 8 orë. Me 16 janar 2019 s'ka pas më përfundu se e kena lënë 3 muaj ditë për shkak dimnit, dhe ma onën ma tepër, se 2 vjetë e ka pas. Dhe ma onë 2018 ka pas përfundu në 8 orë. Po për shkak të kohës dhe ma onë dimnit, a i tha tek të ertin janar, tha 3 muaj ditë, tha mi jep një për me javë dhonë qelësat në dorë. Kena na dhe shka kemi lëshu tukën, na kena pas më marrën qelësat dhe ma onë për banesat e tona që na kanë takukën. Aj as ne ka dhonën banesat, as kur një cens ne ka dhonë për dhe ma onë qero, as sës fjalipëm kur një cent, veç në të ndërtuhet, e mos jetë në qendër shtimës, kjo një lezez. Të dhënat na tregojnë që në këtë rast investitori ka qenë një person me emrin Shkelzen, por ne nuk kemi mbritur ta kontaktojmë. Heshtja në këtë tragjedi i ka kapluar edhe autoritetet lokale. Komuna e Shtimes ka zgjedhur të mos e dënjësoj këtë hulumtim me paraqitje para kamerës. Ata, duke refuzuar paraqitjen, kanë vendosur që në stilin e përgjigjeve me email të na japin përgjigje për një situatë kaq të rëndë. Pra, në Shtime, kur pyet për arsyet pse shrafat e gilinderave të instaluar në objekte janë të pasigurt, komuna nuk flet para kamerës. Përgjigjet për tema të rënda sërish vijnë në email. Askush nuk dëshiron të tregoj publikisht me fytyrë pse ka ndodhur kjo tragjedi. Objekti në fjalë është pajisur me leje ndërtimore me datë 9 gusht 2017. Megjithatë, ai ende nuk është pajisur me pranim teknik nga komuna, pasi punime ndërtimore nuk kanë përfunduar. Për pasojë, komuna nuk ka lëshuar leje për shfrytëzim apo banim të objektit. Inspektimet nga Inspektorati i Ndërtimit kryen në përputhje me kompetencat ligjore dhe procedurat në fuqi, përfshirë rastet kur paraqiten kërkesa nga investitori gjatë fazave të ndërtimit. Rasti i datës 5 korrik 2026 është duke u hetuar nga prokuroria kompetente. Për shkak të hetimeve në zhvillim, komuna nuk mund të javë vlerësime apo konkluzione që mund të ndikojnë në procedurën hetimore. Pas përfundimit të hetimeve dhe nxjerrjes së një vendimi nga organet kompetente, komuna do të veprojë në përputhje me gjetjet dhe detyrimet që rrjedhen nga ai vendim. Për ta kuptuar se pse prokurori nuk ka dalë në vend të ngjarjes, pavarësisht se ka një person të vdekur, për ta kuptuar se pse gilinderi pra që dyshohet me cilin është rrëzuar viktima ka vazhduar me qenë në vendin e ngjarjes dhe nuk është marrë për t'u ekzaminuar dhe për ta kuptuar nëse është bërë ndonjë vlerësim i rrezikut që banorët mund ta kenë duke qëndruar në objektin i cili nuk është i përfunduar dhe nuk ka kushtet e sigurisë as minimale, ndërkohë ne kemi dërgu edhe pyetje me shkrim në lidhje me krejt pretendimet e ngritura. Lidhur me rastin në fjalë, ju njoftojmë se prokurori i shtetit ka udhëzuar dhe autorizuar policinë dhe inspektoratin e punës për ndërmarrjen e veprimeve hetimore dhe verifikuese me qëllim të zbardhjes së të gjitha rrethanave të këtij rasti.
Aktualisht, prokuroria është në pritje të këtyre raporteve dhe informatave përkatëse të cilat do të analizohen dhe vlerësohen në kuadër të procedurës hetimore. Çështjet e ngritura në pyetjet e juaja, lidhur me rrethanat e ngjarjes, kushtet e objektit, sigurisë e të tjera, janë aktualisht pjesë e hetimit që është duke u zhvilluar andaj në këtë fazë fillestare të procedurës hetimore. Kjo është të gjitha çka mund të ndajmë. Ne kemi telefonu tek kryeprokurori Burim Qerkini. Ai na ka thonë se duhet të sqarohen disa gjëra që pyetjet tona të marrin përgjigje. Jemi në fazat hershme. Është e nevojshme me sqaru disa çështje për cilat do të kum dërgu pyetje. Është nevojshme ku ti kem të sqaruar na tani ja sqarojmë edhe ju. Se prokurori s'ka dalë në vend të ngjarjes. Prokurori kujdestar, pse nuk ka dalë në vend të ngjarjes? E para e dyta, Diskutojmë gjitha rrethonat, tani pastaj diskutojmë. Ti kemi këtë komplet që është pak nuk është vashë qartë situata, edhe pastaj tani dalë. Po jemi në hetimin fillestare. derisa prokuroria themelore Ferizaj dhe komuna e Shtimes vazhdojnë të arsyetohen se rasti ndodhet në fazën fillestare të hetimeve, një provë kyçe për zbarrjen e të vërtetës, siç është grinderi i metalit me cilin dyshohet se ra viktima, ka vazhduar të qëndrojë në vendin e ngjarjes, duke u ekspozuar ndaj dëmtimeve të mundshme që mund të shkatrojnë gjurmët forenzike. Mbi të gjitha, ajo që mbetet më e rënda dhe më alarmantja është se asnjë autoritet nuk ka marrë mundimin të bëj asnjë paralajmërim zyrtar apo të vendosë shirita bllokues që banorët e tjerë, fëmijët dhe familjet që vazhdojnë të qëndrojnë në këtë objekt të largohen. Shikues të nderuar, ky është një rast tjetër i raportuar i cili na tregon që hetimet për sigurinë e punë kanë probleme shumë serioze.